Sot jemi në qytetin e Ferizajt, më saktësisht gjendemi në Parkun e Lirisë në këtë qytet. E kemi ardhur me pas se sa ka punu kryetari Agemaliu në këtë park. Për më shumë ndish në historien në vazhdim. Parku i Lirisë në Ferizaj është një nga hapësirat më të frekuentuara, por për vitet e tëra kishte mungesë investimesh. Tash me premtimet e kryetarit Agemaliu përpas zgjerimit të këtij parku janë bërë edhe disa ndryshime. E së shpejti pritet të ndërtohet edhe një amfiteatër që do ta shndrojë këtë park në një vend manifestimesh të ndryshme kulturore. Por është duke u mirëmbajtur siç duhet, e cilat janë disa kërkesa për kryetarin na tregojnë vetë qytetarët. Sot ke ardhur këtu në Parkun e Lirisë Ferizaj, si po të duket? Mrekulli. Ndryshime që i ka bërë? Ndryshime jashtëzakonisht moja. Ndryshime shumë, kryetarin e kena jashtëzakonisht mirë, punon për komunën tonë, ka bërë investime jo në vetëm park, po thuja se në këtë komunën e Ferizajt, në rrethine, periferie, në qytete, infrastruktura e mirë. Se kemi prit të këto ndryshime, pikërisht në park, mas jemi edhe sot këtu? Edhe një Si i kemi prit këto ndryshime, si tu kanë duk, a duhet me bë edhe më shumë? Po, normal që nështë mësë mjafton kur mësë më bëllë diçka la ma mirë, po qysh ka qenë, para disa vite është diçka jashtëzakonshme. Sa shpesh vjen ti këtu në park? Nuk vi dhe asë shumë shpesh, po vi, thoja se në mujt 1-2 herë, po. Pastërtia si për duke? Pastërtia pak duhet hala ma mirë, pastërtia hala duhet ma mirë, po në edhe na duhet më vedisu si popull, se shporta ka të mjaftu shumë pisha, po do të hala, na si qytetarë nështë ta, kryetari nuk ka faj për këto si muslimi na të vedisum. E pas që kur erdhëm, këtu po mungaj ke pak transporti publik, qyshe komenton këtë pjesë që disa qytetarë s'kanë vetura dhe me ardhë? Po, pyetje shumë e ven, po aja vërtet që mungon, por këta sidomos pak të më shumë që kanë dëshirë pak më shumë me dalë. Pak për ta është pak ma vështirë me pas mundësi edhe qëta me bo. Nga i urban vetëm për parkin e Lirisë këtu, kish me qenë mirë. Aktivitete, a ka këto shumë? Se nuk në kara bashkë me këtë parkun, po cilat i kishe cilësu ma shumë që ty të përqej? Cilësuet, aja ma shumë pisho dhe dallu drathmive aty të losë. Kish me qenë mirë me qenë në i fush tenisja, po në i fush, mini fush, po thamë, futbolit, edhe aktivitetet tjera normal, sportive. Një mesazh për fund që e kisha pas për kryetarin, nëse ai e vazhdon edhe një mandat si kryetar në këtë komunë? Po, kryetarit i dëshiroj edhe një mandat, kuptohet, dëshirem është, edhe më besoj që ka me punu hala më shumë. Dhe një kërkes specifike që ti pa tjetër e donë? Kërkes, s'disha ta për kërkes, po i uroj suksese edhe vetëm vazhdo kështu. Tash sot takum na këtu në park, qysh për të duke, sa shpesh të frekuenton këtë park? Unë në parkën e frekuentoj për çdo ditë, ndalë këto, edhe pëlqen fart veni, është duke u mirë mbajt mirë, me gjithse dhe qytetarët ju fort disiplinum, po edhe në betorina, mirë po prapë se prapë po pastru ata, nga ata mirë mbajtësit që kujdesen për park. Ti tha që vjen këtu çdo ditë, çka të pëlqen më shumë ti me bën në park? Çfarë aktivitetesh? Unë këtu dal për çdo ditë edhe heci, kam rutinë për çdo ditë, i bëjnë nga 10 kilometra, 11 kilometra në ditë, i bëjnë duke ecur. Çka po të pëlqen më shumë ti që i ka bën ndryshimet kryetari në këto vite? Ka bën ndryshime se tash unë duke rregullu, ja shqyqoni tash se ka pastruan këto, mandej është duke unë zgjeru, këto stazët e rrugëve janë duke u zgjeru për ditë më tepër, mandej po punohet atje poshtë, është një farholli aty duke u ndërtu, edhe nejna ma në tona janë duke u ndërtu në disa fushat sportit, për aktivitetet ndryshme sportive. E tash i kemë të rrugicat, hecëm pa problem, mandej janë këto vend pushimet, janë karrikat, ku ullëm me pushu, mirë po janë shkatru gati, thuja se do me thonë njerës të jo të kujdeshëm, po.
Që ju kishe thonë ti nashtë njerëzve më shumë për këtë park me u kujdes, me... Unë ju kisha bo apel këtë, ta rujmë këtë ambient, se veç Zoti që ka ditën e ka folë këtë vend. E ta rujmë, ta mirëmbojmë, se na e kemë për vetin, për shëndetin tonë e kemë. Me kërkesë që ja kishe pas kryetarit, mi thonë? Kryetarit Që me shtu në park? Kryetarit i kisha thonë, mi regullu në karrika këto, edhe do këto farë shportat e mirë, ajde në betorina, edhe këto me ndru se i kanë prish, i kanë dëmtu, edhe në të vazhdojnë se mirë ato punua. Diçka që kanë aronë sy kur erdhëm në këto, ke transporti, është pak larg qytetit. Si e komenton, a ishtë dash me pas në i transport publik për qytetarë se ju dikush ka vetur? Unë për vete jetoj këto ofër, se jam rrugën brajma dem, ja. Unë se kam problem o thimi, në kishë qanë mirë me pas një transport kështu publik. A e kishë shfrydzu edhe jo? Po, thashën e këtu ofër, ja, me për qytet, po. Për qytet, po. Sigurisht që e shfrydzaj. Parku i Liris ka pësuar disa ndryshime pozitive, por punimet dhe përmirësimet pritet të vazhdojnë edhe në vitet e ardhshme. Tash mbetet të shihet sa do të merren parasysh kërkesat e qytetarëve.